2012 Muriqin e ka sjell për me transferu në Prishtinë Recep Gaxholli. Trener ka qenë Jusuf Tortoshi, unë kam qef ndims. Edhe vjen të zyret, edhe më rrin kështu për parasyve, edhe treneri e shikoj nga poshtë lartë, gjigant Muriqi edhe i tha, kem vështirë me gjetë ta këpusa, tha shumë të paskri. E ka pozi unë 48 ose 9. Pastaj se çfarë ndodhi nuk e di, veç atëherë 2012 i ka pas 18 vjet. Pse nuk erdhe në Prishtinë, po. Jo. Pse s'ka ardhur në Prishtinë nuk e di. 18 vjeçare se erdhe. Unë anej u munova me kryesinë e klubit atëherë që kënë gjatë në kënej. Edhe me rroga, i djali rije, se unë e poshtë një, sa mja e din që shkom qef për me po kështu, pash, o kjo është dhe që dhe shqipin edhe pak, një lujt. Po, kryesien nuk ma pranojat ofertën që e pota pe i vedote se janë për rrugë. Për një cifër të vogël shpëtime, 100-150 euro e më konë pytje. Shqeqer që Edhe nuk u realizuaj transfer. Pastaj Pastaj i ki Shqipërinë.